Mbrëm rreth mesnate në një banesë në rrugën e Ilindenit në Gostivar, gjatësisht në korridorin e banesës së pronarit në E45 vjeç nga Çegrani, deri më tash në rrethana të panjohura është parë vajza e tij FE 20 vjeçe me plagë në bark. Me plagë të rënda të marra nga një armë zjarri, ajo është dërguar nga të afërmit në spitalin e Gostivarit dhe më pas me automjetin e ndihmës së shpejtë është dërguar në klinikat e Shkupit. Në koordinim me prokurorin publik është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe janë marrë gjurmë për hetim të mëtejshëm, ndërsa është gjetur pistoleta me të cilën ishte qelluar vajza. Policia punon në zbardhjen e plotë të rastit, kush, si dhe pse ka qelluar në drejtim të 20 vjeçares dhe nëse bëhet fjalë për tentim vetvrasje apo diçka tjetër. Mbrëm rreth orës 20, 43 vjeçari RM nga Vranjovci i Gostivarit ka denoncuar prishje të rendit dhe qetësisë publike në afërsi të shtëpisë së tij, ku fillimisht ishte sulmuar nga qeni dhe më pas edhe nga pronari i qenit MR 29 vjeç nga po i njëjti fshat. Përderisa ka tentuar ta largojë qenin nga obori, MR është afruar dhe disa herë ka goditur në kokë dhe trup, duke shkaktuar lëndime trupore, me çfarë ka kërkuar ndihmë në spitalin e Gostivarit. Më vonë MR është arrestuar dhe biseduar me të, ndërsa i njëjti do të përballet me padi adekuate. 42 vjeçari VB dhe 14 vjeçari nga fshati Gradeci i Gostivarit dje rreth orës 18:20 në deponin Remo në Dëbordol është sulmuar dhe kafshuar nga qeni, duke u shkaktuar atyre lëndime të rënda trupore. 2 personat janë dërguar menjëherë në spitalin e Gostivarit dhe pas marrjes së ndihmës mjekësore janë lëshuar për kurim shtëpiak. Janë zbardhur të gjitha detajet rreth këtij rasti, njofton policia.